Bashkia e Tiranës, në krizë drejtimi apo funksionimi? Dy lëvizje të forta brenda 24 orëve kanë ngritur dyshimet në opinionin publik se Bashkia e Tiranës është futur në një krizë drejtimi dhe funksionimi. Kjo për shkak të asaj që perceptohet si luftë e ftohtë për dominimin e bashkisë të Erion Veliajt dhe Edi Ramës. I pari ishte vendimi për shkarkimin e Anuel Aristanit si drejtuese e komanduar dhe dhënien e kësaj detyre Sara Goxhej. I dyti ishte anullimi i urdhrit të parë dhe shkarkimi menjëhershëm nga çdo funksion në Bashkinë e Tiranës të Sara Goxhejt dhe Alban Dokushit, dy njerëzit besnik të Erion Veliajt. Vendimi i parë, siç u shpreh dhe kryetaria në detyrë, Anuel Aristani, kishte krijuar gjatë 2 ditëve të fundit konfuzion dhe shqetësim të panevojshëm. Me datën 18 mars, nga burgu i Durrësit, Erion Veliaj kishte vendosur të komandonte në detyrë Sara Goxhejn si kryetare të Bashkisë Tiranë, duke ia hequr komandimin kryetares Anuel Aristani. Urdhri, sipas kësaj faksimile, hynte në fuqi një ditë më vonë, në datën 19 mars. Ky vendim i kryetarit të zgjedhur Erion Veliaj u bë publik ditën e njëjtë datë 20 mars 2025. Urdhër që solli një reagim të fortë në media, por dhe reagimin e menjëhershëm të kryeministrit Edi Rama. Ky i fundit, pas njohjes në media të urdhrit, me datën 20 mars vizitoi me urgjencë Bashkinë e Tiranës. Fill pas kësaj vizite në media, u përhap lajmi se urdhri i Veliajt ishte refuzuar nga Rama dhe se Anuel Aristani do të vijonte të kryente detyrën e kryetares së komanduar të bashkisë. Pak orë më vonë nga vizita e kryeministrit Edi Rama në bashki, në një status në rrjetin social Facebook, Erion Veliaj nga burgu i Durrësit sqaronte se gjithçka ishte një keq kuptim dhe se delegimi ishte rikthyer aty ku ishte, por pa i përmendur emrin Anuel Aristanit. U informova që pas ka plasur peshku në moçalet mediatike për përplasjen time me Edi Ramën, për punë delegimesh. E para një herë me Ramën kam vetëm mall të takohem për të folur për punët si gjithmonë dhe asgjë tjetër të më shkonte në mendje. E dyta, kam firmosur një ridelegim me idenë e gabuar se ishte dakordsuar brenda ekipit drejtues, por kështu është kur punon pa informacionin e mjaftueshëm. E fundit, kërkoni e gërmoni ku të doni tani, se u bë sport ky, fal dhe prokurorit tim të dashur, por në marrëdhënien time me Ramën, lodheni kot fare se është plazmuar në kohra të vjetra dhe nuk ndryshon dot asnjë kohë, sado e mallkuar qoftë. Delegimi është rikthyer aty ku ishte dhe këtu mbyllet dhe keq kuptimi, thot Erion Veliaj në reagimin e tij. Paqartësia krijuar për 24 orë nga data 19 mars deri me 20 mars në pasdite, ku Sara Goxhej pretendonte se ishte ajo e emëruar si kryetare në bashki, e nga ana tjetër Anuel Aristani që nuk ishte njohur me këtë urdhër, pretendohet se shkaktoi tension në stafin e Bashkisë Tiranë. Zgjidhja e mosmarrëveshjes së krijuar me ndërhyrjen e kryeministrit Edi Rama pati dhe pasoja të forta për dy njerëzit e besuar të Erion Veliajt në bashki, Sara Goxhej dhe Alban Dokushi. Ishte vendosur që të shkarkoheshin menjëherë nga çdo funksion që mbanin në Bashkinë e Tiranës. Kryetaria e komanduar Anuel Aristani kishte firmosur ditën e njëjtë datë 20 mars, pas daljes së kryeministrit nga zyret e bashkisë, zgjidhjen e menjëhershme të kontratës së punës dhe ndërprerjen e menjëhershme të marrëdhënieve financiare për Goxhejn dhe Dokushin. Motivacioni sqarohet në shkresën për Sara Goxhejn, ku sipas bazës ligjore të cituar, pika 2 e nenit 153 të kodit punës, si pas këtij neni, vlerësohen si shkaqe të justifikuara të gjitha rrethanat e rënda që nuk lejojnë, si pas parimit të mirëbesimit, t'i kërkohet atij që ka zgjidhur kontratën vazhdimin e marrëdhënieve të punës. Në një konferencë për media të premten e 21 marsit, Anuel Aristani nga Bashkia e Tiranës nuk i dha përgjigje eksplicite se cilat ishin rrethanat e rënda që kishte kryer Sara Goxhej dhe Alban Dokushi që e detyruan të merrte këtë vendim ekstrem. Por Anuel Aristani u përgjigj se Bashkia e Tiranës nuk ka asnjë krizë institucionale, nga vendimi i nxituar i marrë si pasojë e informacionit të cunguar që kishte padur Erion Veliaj si paraburgosur. Alban Dokushi, që mbante njëherë dhe postin e sekretarit përgjithshëm të Bashkisë Tiranë, u zëvendësua në këtë detyrë nga Jonida Halili. Sara Goxhej ka qenë më parë shefe e kabinetit të kryetarit Bashkisë Tiranë, përpara se të emërohej në detyrën e nënkryetarës së bashkisë. Për gjithë këtë fortunë të 72 orëve në bashki, ende nuk ka një reagim të kryeministrit Edi Rama, ndërsa Erion Veliaj nga burgu nuk ka komentuar,
nxjerrjen në rrugë të dy njerëzve të tij më të afërt, që vetëm për 24 orë u bën njerëzit më të fuqishëm të bashkisë në kushtet e mungesës së tij.